Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut garanton komunave se janë prioriteti pushtetit qendror. Zëdhënësja e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Venera Latifi Azizi, deklaroi se vetëm në 2 thirrjet e para qeveria ka mbështetur gjithsej rreth 1000 projekte kapitale në të gjitha komunat e vendit, dhe kjo përbën investimin më të madh të deri tanishëm në kuadër të zhvillimit lokal. Në thirrjen e parë u mbështetën 229 projekte dhe në të dytën 828, deklaroi zëdhënësja e qeverisë Venera Latifi Azizi. Drejtoria e Inspektoriatit e Komunës së Prishtinës ka njoftuar se asnjë objekt nuk do të lejohet të vihet në përdorim pa përfunduar inspektimin final dhe pa u pajisur me certifikatën e përdorimit. Synohet mbrojtja e jetës, shëndetit dhe sigurisë së qytetarëve. Sipas njoftimit, ky detyrim vlen për objektet individuale dhe kolektive të banimit, ndërtesat banesore aferiste, objektet afariste industriale publike, si dhe të gjitha objektet e kategorisë së parë dhe të dytë që janë në kompetencë të Inspektoriatit të Ndërtimit të Kryeqytetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare propozon zgjerimin e numrit të familjeve që mund të përfitojnë nga programi banesave me kosto të ulët. Ndryshohet kriteri të ardhurave për familjet që përfitojnë strehim social. Propozohet që kufiri të ardhurave për përfitim të rritet nga 16 në 50% të vlerës mesatare të banesës në treg. Në këtë mënyrë jepet mundësia të aplikojnë edhe familje me të ardhura të moderuara dhe të shtresës së mesme që aktualisht e kanë të vështirë të përballojnë çmimin e tregut. Projektligji parashikon gjithashtu krijimin e mekanizmit të garancisë sovrane për kredite lehtësuara të strehimit, zhvillimin e projekteve të banimit me destinacion të kombinuar, si dhe rritjen e rolit të sektorit privat në krijimin e fondit publik të banesave sociale. Konfindustria i kërkon qeverisë shqiptare të ndërhyjë me masa urgjente për frenimin e rritjes së çmimeve të karburanteve, duke propozuar uljen e barrës fiskale, rikthimin e bordit të transparencës, kontrollet të shtuara mbi cilësinë e karburanteve dhe forcimin e luftës kundër kontrabandës. Konfindustria argumenton se kërkesa vjen pas rritjes së fortë dhe sipas saj të pajustifikuar të çmimeve të karburanteve gjatë 10 ditëve të fundit të muajit korrik dhe në vazhdim. Në deklarat kërkohet ulje me të paktën 15% e barrës së taksave mbi karburantet. Bota. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkon mbështetje për Spanjën nga të gjitha vendet të BE-s. Emigracioni është një sfidë që prek të gjithë Bashkimin Evropian dhe kjo gjë kërkon një përgjigje të përbashkët me vendet anëtare, thuhet në një letër dërguar kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez. Ajo nënvizon se është shumë e nevojshme të dyfishojnë përpjekjet në nivel evropian, duke forcuar bashkëpunimin dhe mekanizmat e përbashkët për menaxhimin e migracionit. Deklarata vjen në një kohë kur Spanja po përballet me rritje të mbritjeve të emigrantëve në territorin e saj, ndërsa çështja e migracionit mbetet një nga temat më të ndjeshme në agjendën politike të Bashkimit Evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëron se kjo është mundësia e fundit për regjimin iranian që të nënshkruajë një marrëveshje bashkëpunimi. Gjatë një deklarate për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, mbrëm Trump tha se negociatat janë duke vazhduar dhe se ato po ecin shpejt në një mënyrë ose në një tjetër, raportoi Sky News. Sipas tij, SBA është e gatshme të sulmojë Iranin më fuqishëm se çdo sulm ushtarak që nga lufta e dytë botërore, ndërsa më herët ai urdhëroi ushtrinë të ndalojë sulmet. Trump gjithashtu deklaroi se Irani nuk do të vendosë tarifa kalimi në ngushticën e Hormuzit. Ministria e Jashtme e Iranit deklaron se gjatë 8 ditëve të fundit, Irani dhe Omani kanë zhvilluar bisedime konstruktive për krijimin e një rruge të re përmes ngushticës së Hormuzit, e cila do të kishte një korridor të vetëm për hyrje dhe dalje të anijeve në vend të disa rrugëve të ndara. Arritja e një marrëveshje me Omanin nuk mjafton për japjen e ngushticës së Hormuzit, tha zëdhënësi i ministrisë Esmail Bagai, duke shtuar se asgjë nuk do të ndryshojë në Hormuz nëse Washingtoni vazhdon agresionin dhe bllokadën detare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.